thjesht me filmime. Skema re menaxhimit të mbetjeve në Lezhë, e cila nisi zbatimin në fillim të muajit qershor, po përmirësohet çdo ditë dhe 95% e bizneseve dhe qytetarëve kanë pritur mjaft pozitivisht. Kështu shpreh kryetari i bashkisë Pierre Indreu gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, duke deklaruar se kamerat monitoruese janë vendosur për të parandaluar hedhjen e mbeturinave jashtë orareve të përcaktuara, pasi qëllimi nuk është të shkohet tek masat ndëshkimore. Ne do ta bëjmë atë pa diskutim. Dakor? Pa diskutim. Nuk ka asnjë lloj dileme që ajo do shkojë. Sot ka probleme sistemi. Normalisht që kosi është më e madhe, kemi bler 12 makina zonë, kemi bler edhe materiale dhe gjëra, po nesër, mas nesër çdo vit kosa bie. Për dy arsye, se nuk blejmë më makina vitin tjetër ne. Nuk blejmë më pajisje se po i marrim me gizin. Dhe për shkak se në qendër multifunksionale dhe merrni në ekspertë për ktheheni. Shkojnë në mbetet e riciklueshme dhe pastaj ne do të stimulojmë gjithë biznesin me qese me kështu që të na binë mjetet e riciklueshme ne, me qese të dedikuara, në fazën e dytë. Dhe ata llogaritet që shkojnë 30% të mbetjeve, që ata shiten dhe gjenerojnë lek, edhe bie 30% sasia e lekëve që ti paguën në landfill. Ju prodhoni një negativitet të sforcu kur mbi 95% më shumë e popullatës dhe biznesit kanë reaguar pozitivisht dhe zbatojnë pikë për pikë skemen. Kemi ja 30 kamera që kena ka për 2 ditë sa për një, 30. S'kam dhënë gjitha. Ajo është më shumë në efektin parandalues, më thënë njerëzore mos e bëni se do bini. Dakor? Dhe banorët asnjë nuk ka xhobit, përveç biznesit. Po ç'ka më fugon? Të shkosh me fugon, në një vend ku është akull, ku s'keni letën tokë, e ta hapsh fugonin aty, e të hedhësh çat dush ti, më fala, po kjo nuk ka sens, kjo nuk ka vend botë që ta lejon këtë. Prej fillimit të muajit qershor në Lezhë ka nisur zbatimi i skemës së re të pastrimit, ku bashkia ka hequr koshat e mbeturinave dhe qytetarët dhe biznesit duhet të nxjerrin mbetjet vetëm në oraret e përcaktuara, e më pas ato merren nga automjetet e pastrimit.